Miqtë dashur, po rikthehemi këtu në studio me një surprizë që rastësisht na ndodhi, edhe kur thot populli rasti është gjithmonë mbreti i botës. Këtu kemi një tuf, një grumbull kalamajsh të cilët na kanë nderuar në televizionin Alsat, konkretisht sepse e kanë sipas programit të tyre shkollor. Un kam këtu, do të mundohemi shkurt me këta fëmijë në vend të këngës që duhet ta japim. Do të këndojmë një live këtu një këngë në studio. Mësuese, mirëmëngjes dhe mirëseardhje. Mëngjesi, mirë se ju gjetëm. Më thuaj, ç'është kjo vizitë kështu e papritur, moj? Po ja, kishim dëshirë që ta vizitojmë televizionin tuaj edhe live. Faleminderit shumë. Pasi që çdo kohë kemi në shtëpinë tonë. Faleminderit shumë. Dhe kishim dëshirë që të vim t'ju shikojmë edhe këtu në prezencën tuaj live. Kënaqësi e veçantë edhe e jona. Edhe e jona. Jemi nga shkolla fillore? Bractvo. Ose si quheshte vllazërimi apo jo? Dhe ne sot bashkarisht do të këndojmë një këngë, në vend të këngës që do të na jep regjia, do të këndojmë një këngë bashkarisht, në mos gabojmë apo jo? Dhe kënga si quhet kënga? Dua si një zog. Dua si një zog. 3, 2, 1. Dua si një zog. Unë të fluturoj. Këngën e gëzimit për ju ta këndoj. Dua të gjithë botën ta shoh veç me ngjyra e të gjithë të njerëzve t'ju qeshi fytyra. Sa e lumtur jam, unë dhe shokët e mi, kur mësuesja jone na fal dashuri, e kur prindi qeshin dhe janë të gëzuar, unë po si flutur lodhoj pa fushuar. Sa e lumtur jam, unë dhe shokët e mi, kur mësuesja jone na fal dashuri, e kur prindi qeshin dhe janë të gëzuar, unë por si flutur lodroj pa pushuar. Për çdo ditë të luaj të qesh, çdo njeri që usho të më buzë qesh, sytë e gërsuar për her më trishtoj, dhe zemrën e vogël ata ma lëndoj. Sa e lumtur jam, unë dhe shokët e mi, kur mësuesja jone na fal dashuri, e kur prindi qeshin dhe janë të gëzuar, unë por si flutur lodroj pa pushuar. Bravo, faleminderit shumë që na nderuat. Urojmë që të keni jetë të gjatë, të lumtur dhe qofshim gjithmonë ne krenar me ju si brezi i ri. Faleminderit që na urdhëruat. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur, janë gjëra spontane që ndodhin. Unë ju falenderoj shumë.